250 lira, do më thonë dikun ofër 5 euro, është me vozit ose me shëtit përmes Bosforit me këtë anije, me kozgjatje dikun një orë. Përveç që mundesh me shëtit, ka hapësirën poshtë edhe bufen, ku mundesh me shërbim me kafe, me çaj, e kështu me radhë. Në anijen, ku ne po shërbemi momentalisht, kemi marrë Sultan Laçën edhe llokume kombinim, e në katin e parë, kush do me shfrytëzue bufen, pastaj kati i dytë është për me shiju Bosforin nga jashtë. Anijet turistike në Bosfor ofrojnë ture panoramike gjatë gjithë ditës, zakonisht nga ora 10 deri në mbrëmje. Anijet turistike në Bosfor zakonisht nisin çdo orë nga ora 10 deri në orën 19 pra në mbrëmje, ndërsa në sezonin veror disa ture ofrohen edhe në mbrëmje deri në orën 21. Nisjet bëhen kryesisht nga portet kryesore. Çmimet variojnë nga 5 deri në 20 euro për person në varësi të kozgjatjes dhe llojit të udhëtimit që e zgjedhin udhëtarët, qoftë udhëtim i shkurtër apo edhe më i gjatë.